Po bëjmë blerjet e fundit për darkën festive të ndërrimit të viteve. Pensionistët shprehen se do të kenë një tryezë më të mbushur për vitin e ri, por të sforcuar nga çmimet e larta. Do t'i marrë se s'bën, pavarësisht se sa është. Njerë vjen vit i ri, këto banë vjen një 20.000 leka. Po edhe një gjeldeti e morën. Një pjesë e qytetarëve ankohen se në këto ditë festive tregtarët po abuzojnë. Çfarë të marrish këtu? Te çelësit, të gjitha çmimet e shtrenjta. Ditë e fundi janë çuar çmimet. Kanë qenë para 3 ditësh këtu. Kanë qenë shumë më lirë. Tani u bën më shtrenjtë. Kam marrë nga di kokra, nga 3 kokra, jo më tepër, se s'më të lesa të marr më shumë. 2 veta me nga di kokra 200.000 dhe më shumë. Po çmimet janë kuptohet janë pak larta. Krahasimet e kaluara janë pak më të larta. Normal janë shtrejt. Nga ana tjetër, tregtarët thonë se ka fluks të shtuar blerjesh dhe se ditët e fundit të vitit janë ndër më të ngarkuarat për ta. Ka 4-5 ditë që janë shtuar kërkesa për blerje, domethënë kanë marrë ato sasi që kanë dashur për t'i marrë, i kanë marrë. Sot është dita e fundit, kërkesa është për fruta, portokall, moll, këto, edhe ke bylmetnat, edhe ke mishë. Viti i ri gjen qytetarët mes dëshirës për festë dhe përballjes me realitetin ekonomik, ndërsa tryeza festive mbetet simbol i bashkimit familjar.